Kam sjell mënyrën se si bëj ruajtjen e vezëve të fshatit që t'i keni të freskëta për 2 vite në një përgatitje shumë thjeshtë me pak përbërës. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë nga puna. Këtu kam vezë fshati. Vezët e fshatit duhet patjetër të jenë të freskëta. Asesi nuk guxon që të jenë vezë të blera në market. Pra marrim vezët dhe na duhet një kavanos i madh apo në kavanosa të vegjël, varet se si doni të punoni. Kavanosi duhet të jetë i larë dhe i sterilizuar mirë. Do na duhet ujë dhe gëlqere 2 lugë gjelle për një kavanos 2 litër e gjysmë. Marrim vezët dhe i shohim nga gjitha anët a janë të pastra. Kështu me anë të një leckë i pastrojmë pak dhe i vendosim direkt në kavanos. Unë kështu gjatë gjithë stinës së verës do përgatis nga një kavanos, sepse më mirë është vezët që të jenë shumë të freskëta. Nuk guxon që vezët të jenë diku të përlyera, patjetër duhet që të bëhet pastrimi. I vendosim me shumë kujdes në kavanos, sepse nuk guxon që t'ju thyhet lëvoshka. Në qoftë se një vezë i thyhet lëvoshka, atëherë ka mundësi që t'i prish të gjithë vezët. Pra duhet që të kemi shumë kujdes kur t'i vendosim në kavanos. Duhet një kujdesje të madhe. Në këtë mënyrë i vendosim gjithë vezët në kavanos. Kështu. Nëse përdorni kavanosin 5 litrësh, atëherë do shtoni masat e ujit dhe të gëlqerës. Kam pastruar gjithë vezët dhe i kam vendosur në kavanos. Tash marr ujë. Unë këtu kam 1 litër me ujë dhe do i shtoj gëlqere. Nëse ka nevojë për më shumë ujë, shtojmë përsëri, sepse asnjëherë nuk dihen fikse se sa është e mbushur kavanosi me vezë. Shtojna 2 lugë gjelle me gëlqere. Unë kam gëlqere të këtij lloji. Unë kam gëlqere të lakt. Ju mund të përdorni dhe gëlqere pluhur, pa fije problemi. Përsëri dhe masën e përzi mirë derisa gëlqeria përhapet në përgjithë ujin. Shumë e rëndësishme është që të bëhet përhapja e gëlqerës në ujë,
Nëse ka nevojë, e lajmë pak kështu që të shkrinqet gëlqeria në ujë rreth 10 minutave. Do e lëm pak të qëndrojë gëlqeria dhe më pas do bëj përzierje. Pasi gëlqeria ka qëndru tek uji për 10 minuta, tash bëjmë përzierjen. Më lehtë bëhet përzierja. Besoj se të gjithë ju e dini se çfarë është gëlqeria. Gëlqeria është përdhyrje e murëve. Është shumë e shëndetshme. Ja, pra, kemi bërë përzierje. Tash e mbushim kavanosin. Mundohem që kavanosin ta mbushi gjeri në gryq. Si që ceka, shtoj përsëri ujë te gëlqeria dhe do bëj përzierjen. Kam mbushur me ujë dhe tash bëj përzierjen. Tash mbushi kavanosin, thua gjeri në gryq, mjaftueshëm, dhe bëj mbylljen me kapak, vetëm se e mbyllim fort dhe fort. Kam mbyllur mirë me kapak dhe e lëm kështu për gjysmë ore, që ta shihni se çfarë pamje merr. Gëlqeria bie në fund kavanosit dhe mbetet vetëm se lëngu i bardhë. Unë vitin e kaluar ruajtjen e vezëve e kam bërë në një mënyrë tjetër me anë të kripës. Dhe këtu kam një kavanos ku do ju demonstroj se nuk janë prishur vezët. Pra e kam ruajtur me krip të trashë. Tash e largojmë kripën. Mirëpo kripa është bërë e ngurtë, nuk është ashtu që letë largohet, kështu pak me vështërsi ja largojnë, mirëpo do ja dilni, ose mund të përdorni një metodë tjetër që t'i hedhni ujë dhe kripa do të rretët dhe do ta largoni vezët. Unë tash do ju hedhi ujë dhe do e shihni se si mund t'i largoj vezët dhe do e bëj një vezë nga mbrencia, do ju demonstroj se si është, në çfarë gjendje është e prishur ajo. Ja, pra, kam hedhur ujë dhe kripa ka filluar që të rretët, vezët në këtë mënyrë më lehtë largohet. Ta bëjmë ndarë me një dhe ta shihni se si janë ruajtur. Nuk e ka prishur fare pamjen. Nuk ka asnjë aromë të keqe apo diçka, lirish mund ta përdorni. Kështu me anë të kripës mund të përdoret këto vezë për një vit, që ose i ruajmë tek lëngu i gëlqerës për 2 vite. Ja dhe si duket, ta ndajmë në mbrenci dhe ta shihni mbrencien. Lirisht mund ta konsumoni, nuk është e prishur. Kjo pra është mënyra me anë të kripës. Para një viti e kam ruajtur kështu një kavanos që t'ju demonstroj se si gjatë gjithë dimrit unë i kam përdorur këto vezë të fshatit, nuk kam bler fare në market, kurse vezët me gëlqere janë këtu në kavanos, si që shihni gëlqeria ka shku në fund të kavanosit. Direkt do i vendosi në podrum ku janë temperaturat minus, ose më sigurt është gjeri në kohën e vjeshtës i lini në frigorifer tek pllati. Kur do vije vjeshta, atëherë i vendosni në podrum. Besoj se u ka pëlqyer motra dashura se si bëj ruajtjen e vezëve të fshatit që gjatë gjithë dimrit apo për 2 vite t'i ruaj si të freskëta. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë. Ju falenderoj që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.